Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ju dhasht bereqet. Zoti Madhreshëm ka thënë në Kur'an: Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhu quwwatil matin. Unë jam Allahu që jam furnizuesi i plotfuqishmi, Allah. Inna Allaha yarzuqu man yashau bighayri hisab. Allahu na furnizon pa mas. Andaj lutja e secilit prej jush, kur dikush ju bën një mirësi ose një nder, kur ju i thoni Zoti Allahu ju dhasht bereqet, Allahu ua shumë fishon se par juve bereqetin, por dhe palës e cila e ka bërë mirësin. Andaj bereqeti është në dhënje dhe në bërjen e punëve të mira, në mirësit që ju i bëni. Allahu ju dhasht bereqet. Bëjeni këtë shprehi, sepse shprehit e mira sillin veprat e mira. Andaj, fjala mirë dhe vepra mirë ngriten tek Allahu fuqiplot. Selam aleikum.